3.000 euro. Për një herë. Ky i ri, quhet Edmond, është një 31 vjeçar nga Berati, emigrant në Greqi dhe ka një histori mjaft interesante që nis 4 vite më parë me një vajzë të quajtur Viola. Të paktën kështu mendonte ai se quhej. Në fillim më shpreu me emër tjetër për arsyet e veta personale. Një marrëdhënie që nis e gënjeshtërt, që në momentin e parë, por pas pak kohësh, i ri u merr vesh krejt rastësisht identitetin e saktë të vajzës me të cilën po komunikonte prej pak kohësh. Shikoj një faqe që bën surpriza ditëlindjes, gjëra e vendesh dhe e shoh me emër Dorina. Në rregull, nuk i rash në sy. Ndërkohë si ishin komunikimet tuaja gjatë kësaj kohe? Shumë mirë, domethënë nuk i rash në sy. Lidhja ka qenë gjithmonë në distancë. Edhe kur kam qenë në Shqipëri, domethënë i kam kërkuar të takoheshim, jo mos bëjmë me kokën tënde, jo ti di problemet e mia si kam unë tani. Vajza i kishte treguar partnerit të ri për probleme të shumta në jetën e saj, ndaj për këtë kërkonte edhe mirëkuptimin e mondit. Thotë unë jam në proces divorcit, po kam edhe një fëmijë e pranon. Të shikojmë gjatë rrugës si do na vend gjërat, në rregull thotë. Ndërkohë, herën e parë ajo të kishte thënë që ishte në një marrëdhënie, ishte e martuar, kishte fëmijë. Jo, ka qenë beqare. Domethënë në dijenin time që siç më shpreu ka qenë beqare goca. Okej, ndoshta nuk është ndjerë e gatshme të ndaj sekretet e jetës me këtë person që sapo e kishte njohur. Ndërkohë, ti nga Shqipëria shkove në Greqi, në atë periudhë që ishe në Shqipëri, takove ti? Një rast, takimi i parë domethënë që u ku takuat në kafe. Po. Si ishte ai takimi i parë, bisedat e para? Një takim kafeneje. Domethënë i shikojmë gjërat, do flasim, do merremi vesh. Këtu jemi, e kupton? Takimi i parë mes të dyve duket se shkon mjaft mirë, bisedojnë, tregojnë momente nga jeta e tyre, bëjnë premtime, duket si nisja një raporti që do të konsolidohej me kalimin e kohës. Ndërkohë, disa muaj pasi ishte kthyer në Greqi, udhëton sërish drejt Shqipërisë. Ka qenë periudha në mars jam kthyer për në Shqipëri, kur do vija këtej më merr në telefon më thot mua më ndihmon do të thot me pak mesazh i parë, domethënë kërkesa e parë e kësaj. I thash për momentin nuk kam, por po shkoj në Greqi edhe të flas me pronaj, ja çova. Fillimisht e kam çuar a 150 a 200 euro, po nën 200 domethënë nuk ka pas fatura më të vogla domethënë. Lekët e para i ka dërguar i mlla. Pas kësaj dërgese të parë, kërkesat e Dorinës vetëm shtoheshin dhe çdo ditë partneri do detyrohej të niste para nga Greqia. Që të jemi bashkë, domethënë do më ndihmosh, të heqim bashkë gjërat, e ke parasysh. Po mirë, them sa do të duhet për këtë divorcin? Mos të vënë në siklet, këtë ka pas që mos të ndjen në sikleti. Në rregull, i kam dërguar domethënë 700 euro. Por një proces divorci ka shpenzime, ndaj vajza. Çdo 2 javë po më kërkon avokati, psikologja, për të çupën që ta gënjej pak kështu, për kokë të çupën thoshte ma kupto dhe mua hallin, më kupto dhe mua, se vi nga një divorc. 3.000 euro. Për një herë. Për çfarë i donte ato 3.000 euro? Për të noterja. Dhe nuk pash as letër, as një gjë. Do ndërronte mobiljet e shtëpisë, krevat, çupët, nuk pash unë se ku ishte krevata, se ç'a ngjyre, se ç'a modeli. Në gusht do nxjerr çupën thot mua në plazh. Po s'vajta vetë do t'i jap motrës sot. Në rregull i thash. Po më duhen, thash, sa duhen i thash 100.000 lekë për çupën, e kupton? Em ta map më nis që mos të them prapë për muajin tjetër më thot, edhe ti mos i biesh pronarit në qafë javë për javë thot, nisëm një 500. Prapti. Prap do merrte makinë me qera. Ti të marr lekët, thuja e ke parë ndonjëherë për një muaj, një mesazh nuk më shkroi. Kam pas ditëlindjen, nuk më ka marrë telefon. Jo të më merrte, po të më shkruante. Për vit të ri, mos kam parë mesazh. Veç po ta merrja unë, domethënë, do thoshte po, do ma kthente që po, në rregull, do bëhet. Do ta ham vitin e ri. Pavarësisht kësaj indiferencë të partneres, mondi sërish nuk i jep fund kësaj lidhje në distancë. Edhe pse Dorina vetëm sa e thellon hendekun, duke komunikuar me të sipas nevojave të momentit. Më kërkonte lekë sot, nesër nuk e kisha më ri. Një muaj. Mu prish telefoni, më shkronte me numrin e punës. Të lutem mos u bëj merak, sepse unë një rast pata çupën sëmur, një rast ishte vllai, jo po isha pak në fshat e babi. Ti kërkoje për ta takuar, thoshte janë në Shqipëri takohemi apo të vijmë në Greqi takohemi. Nuk thoshte, kishte shanset që të thoshte. Por lekët ama i donte rregullisht, duke e shpikur lloj-lloj situatash. Ndërkohë që mondi nga ana tjetër përpiqej që ta bënte për vete me të gjitha format. I kam bler Byzylyk Flori, i kam bler Unaz, i thash të takoj 5 minuta sa të t'i jap. Po. Ndërkohë ju flisin me kamerën në telefon. Flisnin. Si sillej ajo, çfarë thoshte? E qef. Para se të mbyllësh telefonata, o do më thoshte domethënë, mos u vinë në siklet, pastaj më dërgonte mesazh me shkrim që shikoj se do kryet javë, o krye javë o fundjavë.
ku 100, ku 500. E ndërkohë që kjo marrëdhënie në distancë po heste përpara, me Dorinën që nuk dalej së kërkuari para dhe me mendin që për hir të dashurisë boshatiste llogaritë e tij, një veprim i shkujdesur i saj bën që tek 31 vjeçari të shfaqen dyshimet e para. Më vjen një mesazh që janë këto sugjerimet e reja, i çoj ftesë. Në fillim e pati me adresë prodhim mobilje. I komentoj te story, them sa kushton kjo, ku ndodheni, më kthe përgjigjen, po. I shkruaj, filloi gradualisht brenda kornizës së punës. Por ndërsa gërmon në profilin e mobilerisë, numri korrespondues është ai i Dorinës, e cila nis një komunikim me Mondin, pa e ditur se pas këtij profili është partneri i saj virtual. Mund të bëj një pyetje tjetër? Po, më thot. Je djala apo gocë, them. Jam gocë. I them beqare, martuar, beqare apo në një lidhje, thash. Dhe më thot që po të kisha lidhje, thot do isha me të. Ti nga jem, thot më, i thash unë nga Korça, po jetoj në Amerikë. Pas kësaj bisede, ku të dy gënjejnë njëri tjetrin, 31 vjeçari kupton se ka të bëjë me një person që më shumë se sa partnere është një predatore seriale që ka qëllime krejt të ndryshme nga ai. Ndaj vendos të vijoj lojën për të zbuluar më shumë. Në kushtet kur gjërat po merrnin në rrokullimin, Mondi vendos të luajë me letra të hapura, duke i treguar vajzës që pas atij akaunti fshihej ai vet. Prapë se prapë më betoj të çupa, jam e pastër, thash. Në rregull, ja kam thënë prapë tani, thosha kur je pastër, më jep një përgjigje, si do bësh? Por ndërkohë kjo vazhdonte të t'jepte shpresë, nuk është se ta printe muhabetin. Po ti shikosh mesazhet kur i kërkoj jam për të ndarë, kush po thot për të ndarë, thash, e kupton? Në këtë pikë, i riu më në fund kthjellohet dhe pa e zgjatur i kërkon partneres, E cila tashmë ishte kthyer në një ish, që t'i kthehen të gjitha shumat e dërguara. gjë që u pranua pa problem nga vajza. Lekët janë të tuat, nuk të mban njeri lek. Të detyrohem, thot, dhe janë të tuat. Mesazhi i fundit më ka thënë do bëj llogarin të kthej përgjigje, thot. Deri aty mesazhi i fundit. Pra, ajo që ti do janë vetëm detyrimet që i... Detyrimet e mia. Edhe nëse nuk mundet as për një, as për dy, jam unë ai person që do t'i them po. Aman të kem një deklaratë notariale. E cila, si thot i riu, duhet bërë me urgjencë, jo për 1 apo për 2.000 euro, sepse shuma që vajza i ka marrë, duke shpikur histori pafund, është disa herë më e madhe. Ti për 2 herë që e ke takuar këtë vajzën, i ke dhënë 15.000 euro. Si ndjesh pas kësaj situate? Zhgënjimi është i madh. 31 vjeçari nuk ka forcë as të thojë diçka pas këtij zhgënjimi të dyfisht. Që vjen nga humbja e dashurisë dhe e një shume të konsiderueshme që ju dha në mirëbesim. Në këtë situatë, kur Edmondi prej 2 muajsh nuk ka asnjë komunikim virtual me Dorinën, vendos t'i sqarojë gjërat ball për ball. Si je, si kalove? Mirë. Besoj se je në dhjenë. Tani kur ti bësh, të kam pyetur, të kam shkruar, të kam marrë në telefon, asnjë përgjigje. Për sa kohë? Tani ti e di shumë mirë që un kam problemet e mia familjare, problemet e mia Po të gjithë kemi probleme. personale. Do t'i jap. Kaq. Do të takoj unë e do t'i jap. Kur mund të takojmë pak? Do të marr telefon. Po unë sot kam marrë stilet, ti e di shumë mirë që un kam marrë. Shumë i do t'i bëj do t'i jap. Vajza tregohet e ashpër dhe e prerë me ish partnerin virtual, saqë të jep përshtypjen se Borxhliu që ka shkaktuar aq shumë dëme është ai. Ndaj, nuk kemi arsye për ta zgjatur më shumë, por prezantohemi për të kuptuar shkaqet e kësaj sjelljeje. Dorina, sa para borxhi ke marrë Mondi duke i gënjyer? Vajza del nga dyqani dhe vrapon për të larguar pa bërë asnjë reagim ndaj pyetjeve tona. Çfarë marrëdhënie ke pas ti me të? Përveç se ke folur në rrjetet sociale dhe e ke takuar vetëm 2 herë. Dorina, do japësh një përgjigje të lutem? Dorina, do më japësh një përgjigje? Pse e ke mashtruar Mondin në atë formë? Dorina, pse e ke mashtruar Mondin në atë formë? Pse e ke mashtruar, Dorina? Tani që ato kamrat? Jo, kamerën me dorë. Pavarësisht se kemi disa minuta që kërkojmë ta bindim të flas, Dorina e ka kyçur gojën dhe nuk na jep asnjë shpjegim. Deri kur diçka ndryshon dhe ajo pranon të na tregojë disa gjëra për këtë raport të çuditshëm. Ai ka qenë një lidhje me mua. Po. Çfarë lidhje keni pas ju bashkë? Ti kanë folur me të kaq. Po si a ke kërkuar ti 15.000 euro nëse ti thjesht ke folur me të? Se jeni takuar ju bashkë? S'jam takuar asnjëherë. Asnjëherë. Po me kamera keni fol? Po. Për çfarë janë dashur lekët që i ke marrë? Për çfarë i ke marrë atë? Kam qenë një lidhje me të kaq. Po për çfarë të janë dashur? Janë dashur për borxhe, ke pasur halle familjare, ke pasur ti kësëmur. Për çfarë të janë dashur? Ti je tallur me Mondi? Dorina, më tregon vërtetën, je tallur? Si qëndron e vërteta, do na e thuash në të pak, për ndryshim se Mondin e ke gënjur. Do flas me të vet. Kaq. Si do flasësh me të? Kur ti nuk e folur që gjithë kësaj kohë i ke për blok në çdo rrjet social, e ke gënjur, do të jap ti një borxhin.
Këtu duhet të sqarojmë diçka. Qëllimi nuk është të diskreditojmë këtë vajzë, e cila ka përfituar financiarisht për muaj me radhë nga 31 vjeçari. Ajo që duam të arrim është një marrëveshje mes të dyve dhe secili të vazhdojë rrugën e tij. Pse nuk shkoni ju tek noteri dhe bini në një ujdi që ti kalosh çdo muaj një shumë mujore? Mundesh muaj për muaj? Mundi çfarë dije do ti me Dorinën? Dia ime është një afat mujor. Nëse ka një pjesë vlerë në rregull, po marr atë, pjesa tjetër e mbetur deklarohet dhe kaq. Gjithkush në hallin e vet. Pavarësisht kësaj gatishmërie të Mondit për ta mbyllur borxhin me këste, Dorina duket se nuk është ende e bindur. Prandaj ja marrim veç masish partnerit për ta sqaruar se kjo mund të jetë zgjidhja më e mirë e mundshme. Ti ke pas marrëdhënie me këtë? Jo. Po tani nëse kam pasur Vetëm kam folur me të. Të dhe kaq. Lekët? Mos ta çonte deri këtuaj. Tani lekët nuk është ndonjë. Ministri mua ishte lidhje me mua, ministri lekët. Nuk e kërkoj. Nuk e kërkoj. Ministri lekët. Në realitet, Dorina ja ka kërkuar vazhdimisht shumat e parave të riut, mjafton të shohim këto biseda që janë bërë mes të dyve për të kuptuar se ajo po na gënjen. Sidoqoftë, për këtë nuk kishim as më të voglin dyshim që në fillim të kësaj historie. Që ti je tallur me të gjithë bien dakord. Dhe ti vetë e di shumë që ti je tallur me të, pashka se ti do ta pranosh, është drejta jote mos ta pranosh. Ai është ignorant po i ndërgjon modet e Dorinës, se po flas jashtë fjalorit. Ignorant që u zhyt në borxhe për të zgjedhur hallet e tua. Unë nëse dal televizor, po ta them që ai jetën e ka nga mua të marr. 50 lekë i ka muaj për muaj. Hajde, Mondi, hajde pak. Si do ja kalosh këtë lekë? Ne jemi tatik. Si doj, kapi llogaria. Të mbyll 50.000 lekë ose 60, më shumë nuk kam. Sa vite të bie ty që të mjafsh më 50.000 lekë muaj. Unë pres ato 50.000 lekë e t'ja lidh bashkëshortës time pension. Me 50.000 lekë në muaj, i bie që Mondit i kthehet borxhi diku nga viti 2051, kur të festoj 56 vjetoren. Jo keq. Me 50 me 100.000, 15 vjetë tonë. 10 vjetë. Po tani, po ku i kisha? Kisha mundësi edhe... Po, më thoshe marrë 1.200.000 lekë. Plus bonuset në një korrik 2027. Për të gjithë gjitha. Të gjitha. A janë mbyll dot? Okej, të bëhet edhe Të gjitha. po. Më në fund, Mondi nga Berati dhe Dorina nga Fieri kanë rënë dakord, borxhi do të kthehet më një korrik 2027, po për ta bërë gjithçka sipas ligjit, të dy i drejtohen një zyre notariale, ku firmosin marrëveshjen e kthimit të shumës. A do ta mbaj fjalën Dorina? Për këtë na duhet të presim edhe 15 muaj të tjerë.